أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Po fillojmë me shpjegimin e veprës Meraki el Falah Sharh Nurul Idah të Imam Shrumbulalit, dhe kjo është ligjërata numër 52, ku do shpjegojmë për sejdën e leximit të Kur'anit Kerimit, që kemi ngel nga ligjërata e kaluar, ku kemi sqaruar disa çështje dhe disa në ka ngelur për të shpjeguar sot. Thot Imam Shrumbulali rahimahullah: wa yajibu as-sujud ala man sami'a at-tilava al-arabiyya. Sejdja e leximit i bëhet obligim atij që ndëgjon leximin e ajetit në gjuhën arabe. Wa in lam yaqsid as-sima', edhe nëse nuk e ka pas për qëllim dëgjimin. Në mënyrë spontane ka dëgjuar rastësisht. Fahima aw lam yafham, e ka kuptu kuptimin e ajetit apo nuk e ka kuptuar, obligohet me lexim me sejdë të leximit. Dhe kjo dispozit, thot imami, marviyun an akabiris sahabati, transmetohet prej sahabëve të mëdhenj, nuk i përmend me emër kush janë ata, po çdo kush që e ndëgjon leximin e ajetit të sejdës në gjuhën arabe, obligohet me sejdë të leximit, pavarësisht se e ka kuptu apo nuk e ka kuptu kuptimin e ajetit. Dhe ky transmetim mbështetet te sahabët e mëdhenj përmes transmetimeve. Illa annahu istathna, e ka përjashtuar pra imami Shrumbulali, istathna al-haidu wan-nufasa. Për këtij rregulli që e tham, çdo kush që e ka ndëgju leximin e ajetit të sejdës, e ka marrë vesh apo se ka marrë vesh, obligohet me sejdën e leximit, me përjashtim të femrës kur është në menstruacione, ose në hajz, ose kur është në nifas, pas lehoni, pas lindjes së fëmijës. Fala tajibu alayhima bitilavatihima wa sima'ihima shay'an. Fala tajibu alayhima, këto dyja, pra el haid wa nufasa, femra në hajz dhe në menstruacion, në lehoni, pra në menstruacione dhe në lehoni, nuk obligohet bitilavatihima, edhe nëse ajetin e sejdës e lexojnë vet ato. Bitilavatihima, nëse gruaja shtatzan, pse menstruacione, e lexon ajetin e sejdës, nuk i obligohet sejdja e leximit. Ngjajshëm edhe lehona. Pra, fala tajibu alayhima bitilavatihima, nëse ato e lexojnë vet, wa sima'ihima shay'an, edhe nëse e ndëgjojnë. Pra, edhe vet kur e lexojnë, po edhe nëse e ndëgjojnë prej dikujt tjetër, këto nuk obligohen me sejdë. Wa tajibu bis-sima'i minhuma, femra kur është në menstruacione, e lexon ajetin e sejdës, asaj nuk i obligohet sejdja e leximit. Por të tjerët që janë përreth, që ndëgjojnë leximin prej saj, obligohen me sejdë.
wa tajibu bis-sima'i minhuma, yani min al-hayd wa an-nufasa. Prej femrës nëse e lexon duke qenë në menstruacion ose në lehoni, e lexon ajetin e sejdës, ajo s'obligohet me sejdë, por të tjerët që janë përreth saj, që e ndëgjojnë leximin e saj, obligohen me sejdë të leximit. Wa min al-junubi, kema tajibu ala al-junubi wa bisima'iha min al-kafiri was-sabiyyi al-mumayyiz. Ashtu, pra nëse tajibu bisima'i minhuma, nëse e ndëgjon ajetin e sejdës prej gruas në menstruacione dhe në leoni, obligohesh me sejdë. Po ashtu nëse e ndëgjon min el gjunubi, prej atij çka është gjunub, është i papastër, përsëri obligohesh me sejdë. Por gjunubi, për dallim nga femra që është në lehoni, ai obligohet edhe vetë me leximin e ajetit të sejdës. Pra, nëse është i papastër gjunub, e lexon ajetin e sejdës ose e ndëgjon, obligohet me sejdë të leximit, sepse te hajzi edhe te nifasi në esencë është ndaluar falja e namazit. Në esencë, ajo e ka të ndaluar namazin, nuk është çështje se ajo mund të mos falet, ajo mund të mos agjeroj, jo, e ka të ndaluar namazin. Nëse e fal nuk ka bë sevap, ka bë mëkat. Me që ajo e ka të ndaluar namazin, atëherë ndalimi nuk e ka farz namazin, në hajz dhe në nifas, atëherë ndalimi i sejdës që është pjesë e namazit, që është më e vogël se namazin, është fe aula, mos më bë farz. Pra kur namazi komplet që ka sejdë, ruku, lexim, këtë janë, kur kjo që ka bë farz, atëherë vetëm sejdën mos më bë farz është fe aula, ma me përparësi që mos ti bëhet. Kjo është logjika e meselës. Kurse të gjunubi, ai obligohet nëse ndëgjon, dhe të tjerët që ndëgjojnë, edhe prej gjunubit, edhe prej femrës në hajz dhe nifas, obligohen. Kema tajibu ala al-junub, po ashtu, pra, se kanë ngatru edhe, se kanë ngatru, po gjuha po në ngatron. Wa tajibu bisima'i minhuma wa min al-junubi. Ato që ndëgjojnë ajetin prej femrës menstruacione, ju bëhet obligim sejdë e leximit, po ashtu nëse e ndëgjojnë edhe prej gjunubit. Kema tajibu ala al-junubi, por se në këtë rast për dallim prej femrës, edhe këtij që është gjunub i papastër, edhe këtij i bëhet obligim. Kjo çka jep me kuptu, jo vetëm mashkullit, por edhe femrës. Nëse femra nuk është menstruacione, nuk është në leoni, por nuk është në hajz, nuk është në nifas, por është gjunub, këtu nuk e ka trajtimin e hajzit. Ajo obligohet me dëgjimin ose me leximin e ajetit, ajo obligohet me wa bisima'iha min al-kafiri was-sabiyyi al-mumayyiz. Po ashtu obligohet sejdja e leximit nëse ajetin e sejdës e ndëgjon prej kafirit, prej jo muslimanit. Ka plot, jo musliman, e sidomos të arab, që janë arab, e lexon ajetin normale, hiç, pa probleme e lexon, po është kafir, nuk është musliman. Dhe ati nuk i bëhet vajib, se aslën imanin se ka. Po ti si musliman, kur e ndëgjon prej jo muslimanit, ajetin e sejdës, e ndëgjon prej ati, të bëhet vajib ti për me bë sejdë. Wa sabiyyin mumayyiz,
dhe prej fëmijës që është në sinnu temyiz, pra që është mumejjiz. Fuqahat kanë thonë sinnu temyiz fillon diku prej moshës 7 vjeçare deri në moshën e pubertetit. 11 vjet, 12 vjet, 10 vjet, ku e di unë, sa, se puberteti është çështje relative, nuk lidhet eksakt, mund thojsh se këtë vit fillon, jo. Pra, bisimaiha min kafirin wa sabiyyin mumejjiz. Edhe nëse e lexon, e ndëgjon ajetin prej jo muslimanit dhe prej fëmijës çka është mumejjiz, që i ka 7 vjet e më shumë. Kjo jep me kuptu se nëse ajetin e sejdës e ndëgjon prej një fëmije që është më pak nën sinnu temyiz, është 3 vjet, 4 vjet, nuk bëhet obligim sejdja e leximit, sepse në parim këtu është e temyiz. Specifika që ajeti duhet të lexohet i qartë dhe ashtu si duhet se e ka rregullin të lexohet. Nëse ajeti nuk lexohet qartë, e zakonisht fëmijët 2 vjet, 3 vjet s'mujnë me lexuar, atëherë nuk bëhet, por në librat e fikut zakonisht përdoret ky sinnu temyizi, ajo mosha, thash diku prej 7 vjet, duke u bazuar në hadithin e pejgamberit ku thot muru evladekum bis salati, pra prej 7 vjetëve urdhoni fëmijët në namaz. Wa illa al-imamu al-muqtadi bihi fala tajibu alayhima bis-sima'i min muqtadin bi imami sami au bi imamin akhar. الإمام والمقتدي به فلا تجب عليهما إمامي dhe gjemati. فلا تجب عليهما këtyre nuk u bëhet vajib sejdja e leximit bisimai min muqtadin bi imami sami au bi imamin akhar. Nëse janë që këtu të u falë një grup, që janë të u falë një grup tjetër, sidomos në për xhamijat mëdha ndodhin këta. Edhe tash njeni, për shembull, Hasani e Hiseni, kanë të dytë imama, kanë xhamate. Nuk bëhet fjalë për namazin e kohës, se dikush thot, po si Allah po falet, po s'bëhet fjalë për të njëjtin namaz. Mund të ai të falë, ku di unë kaza, ky tjetri të falë eda, xhamiat e mëdhaja, kush i kemi vizituar shpesh, në stop ka xhamate tu falë. Dhe ti tu falë me xhamatin tanë. Një qëtër imam që ati me xhamatin e vetë, ai imami, ose ai xhamati, pjesaj, ose është vetë individaj mund tjetë. E lexon një ajet sejdës dhe ndëgjon ki imami dhe ki xhamati. Shka janë tu falë veti. Në këto thot, fela të gjibu alejhima, këto dy, pra imami dhe xhamati, muqtedia, nuk u bëhet obligim nëse e ndëgjojnë ajetin e sejdës prej një imami ose një xhamati tjetër që është u falë me një xhamat tjetër. E kemi të qartë këtë. Wa tajibu ala man laysa fi s-salati bisimaihi. Mirë pa, këtu është të falë një grup, që është të falë një grup, që këtu janë do njerëz të nejtë. Këto shka janë të falë kanë dëgjua jetën e sejdës të nëse bëhet vajib. Po këto qërë shka janë të nejtë aty, ose janë të lezu Kur'an, ose të bëhet dhikr, shka s'janë namaz. Këtyre u bëhet obligim sejdja me ndëgjimin e leximit të atij që e ka lezu. Min muqtadin alal asah. Pra edhe nëse e lexon xhamati, jo imam, edhe xhamati, ose është tu fal vetëm, si pas mendimit më të saktë, thot këto e kanë vajib me bë sejdën e leximit të Kur'ani Kerimit.
ولو سمعوها أي المقتدون والإمام من غيره أي غير المؤتمن. Nëse imami, janë të falë që këto një grupë njerës, e kanë dëgjuar njëni të neqët, e ka qelë Koranin, apo mshelë Koranin, lezon ajet Korani Kerimi dhe lezon ajetin e sejsh. Nuk është namazaj. Së është rasti i parë kur janë të falë të dyjet. Po ki nuk është namaz. Dhe qelë njëni lezon Koran. Edhe gjemate e ndëgjojnë ajetin e sejshës për e ti, po edhe imami e ndëgjojnë. Këto çka bojnë? Se gjede u ba'de salat. Këto, sejshdën e leximit të Kur'anit e bëjnë pasi të përfundojnë namazin, li tahakkuk as-sabab wa zawal al-mani'. Për shkak të ekzistimit të sebepi kush është? Leximi i ajetit. Sebepi i sejshdës është leximi i ajetit ose ndëgjimi, leximi ose ndëgjimi. Wa zawalul mani dhe largimi i pengesës, ajo çka është namazi. Se ajo çka e ka pengu për me e bë sejshdën më njëherë, është namazi. Min fi'liha fi salat. Walau sajadu fiha lam tajzihim li naqsaniha. Këto që janë namaz, e ndëgjun ajetin, duhet sejshdën me e bë mas namazit. Po nëse e bëjnë mrenda namazit, lam tajziha. Nuk e ka kry, se ka kry vajxhibin. Pra është i pa vlefshëm. Walem tufsit salatuhum. Mirë po namazin nuk u prishet. Pra e kanë bërë një sejshdë të menduar, Hasani e ka lexuar një ajet Kurani Kerim dhe një më konë të falë, sejshdën e leximit që e ka bërë mrenda namazit. Sejshdën nuk e kam plësua, petë më ka ngel dejmë, ka ngel borç, po namazi jem nuk ka prish. Le nuk ka prish namazi jem. Li enneha min gjinsiha. Kësë sejshdja është çka? Min gjinsi nga lloji i namazit. Nuk është veprim jashtë namazit që të prish namazit. Fi dhahiri rivaje vë huwa sahih. Kështu thot qëndron në dhahiru rivaje në ato 6 libra të Imam Muhamedit dhe kjo është mendimi i saktë. Wa tajibu as-sajdata bisima'i al-qira'ati bil-lughati al-farisiyyati in fahimaha ala al-mu'tamad. Obligohet sejshdja e leximit me leximin e ajetit të Kur'ani Kerimit në gjuhën persishte ose ghairil arabia, in fahimaha nëse e ka kuptuar se është ajet. Ala al-mu'tamad, sipas mendimit më të fuqishëm. Wa hadha indahuma. Ky është qëndrimi, kështu është sipas indahuma Ebu Jusufit dhe Imam Muhamedit. Wa tajibu alayhi inda Abi Hanifa in lam yafham ma'naha wa ukhbira bi annaha ayatu sajdatin. Sipas Ebu Hanifës, nëse mendimi i atyre tha duhet e kanë kuptuar, po nuk e kanë kuptuar kuptimin. Ebu Hanifi po thot jo, thot ki i bot obligim në momentin kur ai ukhbira bi annaha ayatu sajda, kur të informohet se këtë çka ndëgjove ka ajeti sejdës. ومبني الخلاف على أن الفارسية قرآن من كل وجه أو من وجه وإذا فهم تجب احتياطا. Edhe parzet e cekëm ne. Gjua persishte i përngjath pak gjuhës arabe. Dhe kanë ngjashmëri edhe në shkrim edhe në disa forma. Po këtu ki e përmend gjuhën perse, po këtu është për qëllim gjuhët tjera. Me çka po obligon Imam Ebu Jusufi dhe Muhamedi me sejde, sepse po thot ki është ajet min vejhin nga një aspekt. A i duhet tjetë min vejhejn, për i dy aspekteve. Lafdhen vë ma'nan. Thot, ki lafdhen nuk është, po ma'nan është.
Ajeti çka po urdhon me bë sejdë. Lafdhen nuk është, ama në kuptim është, me që është në kuptim, bittifak el fukaha, thash po bashkohen këto, thot atëherë ihtiyaten është më mirë në mënyrë preventive, rezerve të themi, është më mirë me e bë se sa mos me e bë sejdën. Wa ikhtalafat at-tashih fi wujubiha ala as-sami bis-simai min naimin au majnun. Ka kundërshtime, kundërthënje, ikhtilaf në saktësinë e mendimit, cili mendim është i sakt, pra ka dy mendime, njëri thotë është i sakt, tjetri thotë nuk është i sakt. Për cilin mendim është më i mirë, ka ikhtilaf mes fukahave, për personin që e ndëgjon ajetin e sejdës nga personi që është duke fletë. Të fletë e lexon një ajet sejdës. Ose me gjinun, një smut psikikisht është. Djetarët pra ka dy mendime. Njoni të fletë ka nisë me lezu Kur'anin, lexon ajetin e sejdës. Tani, a më është ba mua vazhib, ta bëj sejdën, apo nuk më është ba vazhib. Thot pra ka ikhtilaf mes fukahave. لو سمعها من نائم أو مجنون ففيه روايتان أصحهما لا يجب. Mendimi më i sakt, wa fil fetava, nuk e di është kjo fil fetava, a është Qadihan, a është Hindije, po mendimi tjetër, idha sami'aha min majnunin yajib, wa kadha min an-naim al-asah al-wujub aidan. وهل يجب على النائم فيه روايتان كما في الجوهرة. Pra, nëse ndëgjon prej personit, ta përmbyllim këtë mustalon krejt hapën. Dietarët kanë kundërthënie nëse ajeti i sejdës dëgjohet prej atij që është duke fjetur dhe prej të sëmurit psikik. Qala Sheikhul Islami, huwa Herzada, është ky, thot ennehu la yajib, nuk obligohet sejdë e leximit nëse ndëgjon ajetin prej atij që është në xham dhe prej mejnunit. Pse? Li ademi sihhati tilavati bi faqdi tamyiz, kur e tham parzit. Sepse ka humb leximi i tij është i pavlefshëm për shkak të humbjes së tamyizit. Sepse nuk dihet çka flet, nuk flet qartë ai. Nuk është i qartë në atë çka e flet. Kjo është mendimi i Sheikhul Islamit. وفي تطرخانية سمعها من نائم قيل تجب. تطرخانية ثوت obligohet. والصحيح أنها لا تجب. mendimi më i sakt pra se la تجب. وفي الخانية صحيح هو الوجوب والخلاصة سمعها من tjetër punë është kjo. Tani çfarë thonë këto, çfarë të bëjmë këto, do thojnë ashtu, do thojnë kështu, për të marrë mendimin më të saktë dhe për qenë ne më të pushueshëm, me që ka ikhtilaf, është mirë të bësh një sejdë, nëse është lil vajib pra, nëse shkot mendimin e parë se është vajib, po ihtiyaten është më mirë me e bë se nuk prish punë se sa me e la. Wa fil khulasa, në veprën el khulasa thot, semi'aha min tajrin. E kanë dëgju prej papagallit, prej shpendit. Të e lexuan ajetin e sejdës. La tajib ala al-mukhtar. Nuk është obligim sejdja. Wa min naimin as-sahih annaha tajib. Në khulasa thot, kur ngon pi papagallit, nuk është obligim. Kur dëgjon prej atij çka është në xham, تجب ومثله في قاضي خان, kështu thot edhe Qadi Khani. وإذا أخبر, tjetër mesele,
ennehu qara'aha fi neumihi tejibu alejhi. Tash ky personi shka është flet, kur të çu prej gjumit, që tërkush i ka kallëzu se e ke lexuar ajetin e sejdës duke qenë gjum, tejibu alejhi, obligohet me sejdë të leximit. Wa huwa al-asah, dhe ky është mendimi më i saktë. Wa fi ad-diraya, respektivisht, wa fil hidaya, pra dhe këtu ka ikhtilaf. La yalzamuhu wa huwa sahih. Dhe kjo është mendimi më i saktë. E kemi theksuar në fillim kush akon prezent dhe kush se ka harru. Kur ka dy mendime, kur themi se njoni është sahih dhe kur themi tjetri është sah, morë parasysh se kjo sah është ismë tafdil, superiorja, dhe sahih, cila është më e fortë? Mendimi sahih është më i fortë. Se kur thot sah, kjo është më e vërteta, jep me kuptu e kundërta se ka edhe mendime tjerë të vërteta. Kur thot kjo është mendimi i sakt, jep me kuptu se s'ka qëtër mendim sakt, po është ki. Prandaj, wa fil hidaya, si pas hidayës, si Imam Merginanit, la yalzamuhu, personi çka akon të flet dhe ka lexu ajetin e sejdës dhe dikush e ka informu se e ke lexu ajetin e sejdës, nuk obligohet me sejdë të Kur'anit. Wa qira'atu as-sakrani mujibatun alayhi wa 'ala as-sami'i. Një i dehur e lexon ajetin e sejdës, dehja nuk e liron nga obligimi. E ka obligim i bëhet vajib sejdja e leximit të Kur'anit Kerimit, jo vetëm ai, po edhe ata të cilët e dëgjojnë. Këtu disa prej fukahave kanë thënë, kanë bërë një dallim. Nëse dehja është dy lloje, nëse dehja është bë me medikamente, me mjete cilët janë shëruese që përdoren në mjekësi, përdor hapa, këdjune, infuzione, sende, që përkohësisht ai është i turbullt, nuk mban llogari mbi atë çka flet, por është nën kontrollin e mjekut. Nuk është, thot, në këtë rast nuk i obligohet këtij, nëse e lexon këtë rast. Pra, ai është maudhur, është i arsyetuar dhe nuk obligohet me sejdë të leximit. Nëse e ka bë këtë me alkool për pik qefit, është de, atëherë për nënçmim të atij, jo për ta lehtësuar, atë nuk guxojmë, s'kemi drejt ta lehtësojmë, zëjran lehu. Wal abkam wal asam wa katibu as-sajdati la tajibu alayhi. Ai shka nuk shon me mezla, as nuk fol, as nuk ndin. Wal katibu as-sajdati, edhe ai që e shkruan ajetin e sejdës. Nuk e shqiptoni, nuk e fol me zon. La tajibu bi ru'yati man sajada. Një shur me mes që ti. Një tjetër ka lexu Kur'an që ti. Aje ka lexu ajetin e sejdës. Kja së në fol, as nuk e ka një ajetin e sejdës. Edhe ai tjetër që ka lexu të quhet me fal, me bën sejdën. Ki, çka është shumë me mes, ti si bot obligim sejdë se ai po ban sejdë dhe unë të bëj sejdë. Se ka s'ka pas, s'ka ndi, s'ka bo gja. Wal kitabati li ademi tilavati vësima. Edhe ai që e shkruan ajetin, ai vetëm e ka shkru, ose nuk e ka lexu, as nuk e ka ndëgju. Edhe këti nuk i bëhet obligim sejdja e leximit.
ولا تجب سجدة التلاوة بسماعها من الطيور على الصحيح. Prej shpendve, ku e di unë, papagallëve, shpendve të dresum. Wa qil tajib. Kjo është mendim I dobët. Kur thot qil, dihet se është mendim më I dobët. Wa fil hujja, në veprën el hujja, huwa sahih, thuhet në këtë libër, li'annahu sami'a kalamullah. Në librin autori I veprës el hujja thot obligohet. Pse obligohet? Li'annahu sami'a kalamullah. Aja ka ndëgju ajetin. Tani aja ka thonë shpende, aja ka thonë zoge, aja ka thonë harabele, papagalle, njëre aja ka ndëgju. Wa këdha el khilaf bisima'iha min el kirdil muallemi. Nëse majmuni, I dresuma, me lezur, e njëjta polemik është, e njëjta dispozit është sikur se leximi I ajetit të sejdës prej shpendve. Pra, sipas mendimit të sakt, nuk obligohet, e sipas mendimit tjetër obligohet. Ibn Abidini në Raddul Mukhtar, masi që I ban analizë krejt këta, se cilin në veti, thot, shumica e fukahavet me dhebit ton janë të mendimit se nuk obligohet sejdja e leximit nëse ajetin e ndëgjon nga shpendët ose nga kafshët ose nga majmuni I dresur ose kështu me radhë. Dhe kjo është si konkluz për ne sot. Wala tajibu bisima'iha min as-sada. As-sada wa huwa ma yujibuka. Njoni në malë zakonisht, si I thojnë me Shqip kësaj, uluria ushtimat që vjen në malë pas zanit. Për shembull, bërtet në malë, edhe ajo çka shkon mas zanit. Njoni ka lezu që a dikon me një shpat dikun, e ka lezu ajetin e sejdës, të je kish pat tjetër, ti si ke ndëgju ata, po e ndëgjon atë ulurimën e malit që vjen ajo ushtime e malit, nuk e di se I të Shqip asaj, po mirë, e kemi besoj që e kemi të qartë se çka. Po, thot, la tajibu bisima'iha, nëse ndëgjon atë, pse? Se ajo nuk është e qartë. Prej kushteve është që ajo tjetë e lezueshme dhe e qartë. Wa tuadda bi ruku'in aw sujud. كائنين في الصلاة غير ركوع الصلاة. Sejdja e leximit të namazit të ajetit të Kur'anit, sejdja e leximit të Kur'anit mund të kryhet përmes rukuit dhe përmes bisujud. Ose me ruku, ose me sejdë. Ka'inain fi salati min gajri ruku'i salat. Sejdja e leximit të Kur'anit mund të kryhet duke e bërë rukuin ose duke e bërë sejdën nëse ajeti I sejdës është lexuar brenda namazit. Nëse është lexuar jashtë namazit, nuk mund bëhet me ruku. Min gajri ruku'i salat, por jo me atë rukuin e namazit, ruku në veti. Në shpjegon tash të poshtë. Wa gajru sujudja, dhe jo me atë sejdën e namazit, pra duhet sejdë në veti. Lakin e sujuda afdalun. Pra mund të bësh sejdën e leximit me ruku, mund të bësh me sejdë, por sejdja është afdal, li'annahu tahsilu qurbatayn surat al-wajib wa ma'nahu. Sepse me sejdën I arrin të dyja afrimet, edhe në aspektin formal, sejdja si bëhet formalisht, po edhe kuptimi I sejdës. E kuptimi I sejdës çka është? Me lëshu ballin në tokë. Wa bir ruku'i al-ma'na,
me rukuin mod vetëm një kuptim. E çka është ajo? El khudu. Vetëm kjo arrihet. Të sejdja arrin të dyjet. Edhe aspekti i mbrëmshëm i nështrimit, po edhe aspekti formal. Kurse me rukuin, idha kana akhiru tilavatihi yanbaghi an yaqra walau ayatayn min suratin ukhra ba'da qiyamihi minha hatta la yasir bani ar-ruku'i 'ala as-sujud. ولو ركع بمجرد قيامه منها كره تنزيها. Je namaz. Ke lexuar jetën e sejdës. E ke ba më njëherë, se është alel faur, thamna në fillim atje, është alel faur. Shkon në ruku. Po do me bo me ruku. Nëse shkon në ruku, rukuin duhet me bo me një jetë të sejdës e leximit. Është kusht niyeti i sejdës së leximit. Ke shku në ruku, ke thonë 3 herë Subhane Rabbiyal Azim. Je ngrit prej rukuit. Çka duhet me bo tash? Duhet me i lexuar walau ayatayn min suratin ukhra, ose në qatë sure nëse është mes surës ajeti, me vazhdu, por duhet me lexu minimumi edhe 2 ajete nga ndonjë sure tjetër ose nga ajo sure, varësisht cili ajeti është. Ba'de qiyamihi, që pasit ngrihet prej kujt? Prej sejdës që e ka bën në ruku. Hatta la yasiru bani ar-ruku'i 'ala as-sujud. Sepse ki po e ndërton tash rukuin mbi sejdën. Ose nëse e ka bën ruku, ose e ka lexuar ajetin e sejdës, mënyra e dytë ka shku drejt në sejdë. Allahu Akbar, ka shku në sejdë. Subhane Rabbiyal A'la, Allahu Akbar, është çon kom. Nëse shkon ki në ruku tash, s'ka çka bën ma, nëse shkon në ruku, ka ndërtuar rukuin mbi sejdë. Për me shkëput këtë, me nda këtë, duhet me lezu 2 ajete, 3 ajete, po minimumi duhet me lezu 2 ajete. Walau raka bi mujarrad qiyami minha kuriha tanzihan. E nëse nuk e ban këtë, jo që ka prish namazin, po është me kruhi tanzihan. Wa yajzi'u anha أي عن السجدة التلاوة ركوع الصلاة إن نواها rukuji namazit mund të vlej për sejdën e leximit të Kur'anit nëse e ka me nijet. Ej neva adaaha fihi, nëse alejhi Muhammed. Imam Muhamedi kështu e ka. Yani in neva fi rukuin. Nëse ka bon në ruku, ama nijetin me nijet të sejdës. لأن معنى التعظيم فيها واحد فينبغي ذلك الإمام الكثر الكون وينبغي ذلك يشمل نسي كيف يلي للإمام مع كثرة القوم أو حال المخافة حتى لا يؤدي إلى التخليط جمال لزون إمامي a ka lexuar ajetin e sejdës. Edhe pse preferohet, fukahat e preferojnë që imami, nëse e ka ndërmend me lexu ajet sejdës në namaz, para se me fillu namazin, duhet me informu xhamatin se unë, në rekatin e dytë, në rekatin e parë, do të lexoj një ajet që ka sejdë, për shembull ato që falin me hatme, e kanë këto probleme. Unë do të lexoj ajetin e sejdës dhe ju vetëm do të më ndjekni mua. Mos u të lëvitni se s'ka diçka, se xhamati paramendojë të gjithë namazit, tu lexuan, ke lexuar ajetin e sejdës, do të më shkon sejdë xhamati çka u bë ma vlla ke. Lëshoj ruku çka. Nuk e di këto. Kjo është namazet e rregullta.
Po në namazet kur ka xhamat shumë, namazi i Bajramit, namazi i Xumas, frigohet se do t'i ngatërrohen xhamati, thot imami sejdën e leximit e bën nijet me e bën në ruku, me khafeten, duke për shkak dhalike l'imam me akethratil qaumi. Për këtë arsye xhallarët kanë thënë përpara se na edhe në fikë li shkruan se kur ka kallaballok xhamat nuk ka sevi sejdë edhe kur ama është për të sevi sejdë. Për shembull, nëse ka shumë xhamat, imami ka gabu për sevi sejdë, nuk bën sevi sejdë se mbulon xhamati numri i madh i xhamatit. Tash numri i madh i xhamatit është në xhuma. Po sot na kemi xhamia ka 20-30 xhamat, jam plot, kësaj është numri i madh i xhamatit. Nuk mund të arsjetomi se në drejk vinë 5 xhamat, 110 xhamat, në xhama vinë 25, edhe kjo është numri i madh. Jo, bëhet fjalë kur mbushet xhamiet, sikur për Bajrame, sikur kur vinë njerëz që shumë rrallë frekuentojnë xhamiet. Në këtë rast e thot, edhe sejdja e leximit, imami e bën niyet që sejdën e leximit me e bën ruku për të ruajt unitetin dhe mos shpërtallimin e xhamatit. Neva adauha fihi, nësë alejhi Muhammed, radiallahu anhu, pra kjo është sipas tekstit që ka shkruar kështu Imam Muhamedi, lianna mana at-ta'dhim fiha wahid. Mana at-ta'dhim, pra edhe e sejdës, edhe rukujt të dyjet janë ta'dhim, të dyjet janë madhrim Allahu xhalla shanu. Wa yanbaghi dhalika lil imam ma kathrati al-qawmi aw hala al-makhafata al-lazum kat. ويجزي عنها أيضا سجودها أي سجود الصلاة. Por nëse nuk e ka bën ruku, mund të bën në sejdën e namazit. وإن لم ينوها أي تلاوة إذا لم ينقطع فور التلاوة. Mund të bën këtë edhe në sejdën e namazit, sejdën e rregullt. In lam yanviha ay at-tilawa. Se ka bën jetë këtu për tilaven. Idha lam yanqati fawr at-tilawa, nëse nuk e ka ndërprer leximin me njëherë mas ajetit të sejdës. E ka lexuar ajetin e sejdës, nuk ka shkuar në sejdë. Sepse nëse shkon sejdë, nuk shkon sejdën e namazit, ka sejdë e veçantë. Po ki nuk e ka ndërprer, lam yanqati. Por lam yanqati fawr at-tilawa. Ki ka vazhdu me leximin, i ka vazhdu edhe 2, 3, 4, 5 ajete ku e diun. Në këtë rast thot, mundet që sejdën e leximit të bën në sejdën e namazit, por gjithnjë duke e pas parasysh bi an yaqra akthar min ayatayn, nëse ka lexuar më shumë se 2 ajete. Ka një mendim interesant këtu, po nuk po du shumë më ulshu se ka do mendime. Thojnë nëse janë 2 ajete nuk konsiderohet ndërprerje e leximit. Nëse janë 3 ajete ikhtalafa al-fuqaha, nëse janë 4 ajete ittafaqa al-fuqaha se ka ndërprerje. Bëhet e ajetës tjetër bil ijma, pra nëse janë më shumë se 2 ajete ose që llogaritët xham'i, se këtë problemin e kanë të xham'i këto arabët. A fillon prej 3-shit, a fillon prej 2-shit. Te na në Shqip se kemi këtë problem, si të kaloj 1-shin, te na më njerë hinë në kallaballëk. Po te arabët i kanë rregullat e veta. وقال شمس الأئمة الحلواني لا ينقطع الفور ما لم يقرأ أكثر من 3 آية. شمس الأئمة الحلواني, një prej dietarëve të mëdhenj, thot nuk ndërpritet me njëhershmëria e leximit
përderisa nuk i lexon 3 ajete. E ka lexuar një ajet, konsiderohet sikur me pas ndërprer më njëherë. E lexon 2 ajete, është identike dispozita sikur me pas ndërprer më njëherë. Si të lexohen 3, konsiderohet ndërprerje. Inne qawli shams al-aimati wa huwa ar-riwaya. Wa qala al-Kemal, Kemal ibn Humami ka thonë, kjo është transmetim, fjala, mendimi i Shamsul Aimet el Halawanit është një prej transmetimeve. Këtu e ka një autori përfshin që nuk do të kemi kohë sonde të shpjegojmë, do të bisedojmë në ligjëratën tjetër këtë çështje. Autori paraqet një tenbih muhim me 2 pika, bahthun usuliyun. Ki bahthi usuli s'ka lidhje me fikun më këtu të poshtë, ki bahthi ka një 2 faqe. Unë i ka përkthi në gjuhën shqipe, po se thonë shpirti jeme di se e ka përkthi, është bahth usuli. Nuk merret me dispozitën këtë rast, merret me kapaciteti i kiasit dhe istihsanit. Dallimet esenciale dhe dallimet e vogla çka janë mes istihsanit, si burimi i sheriatit islam, dhe kiasit. Pse kjo me kias lejohet, me istihsan ndalohet, pse kjo me istihsan lejohet, kjo me kias ndalohet, që këto fusha i merë ka kisë, për këtë ka bon, edhe vetë autori ka bërë tenbih muhim, për ata që arrin të kuptojnë usulin fikun, po këtë temë do ta flasmi në ligjëratën tjetër, inshallah, nuk ja në shkalojmë, s'paku pe nxjerr bërthamën e asaj që ta kuptojmë. Kemi edhe pak disa rregulla rreth kësaj që të përfundojmë me sejdën e leximit të ajeteve të Kur'anit Kerimit, mirë po gjënat kryesore ishin këto që i tham, dhe mas kësaj na vjen namazi, nëse nuk gabohem, na vjen namazi i xhumas. Ki thava gjitha se kemi ala punë. Pas ka edhe do dispozita, po këto do t'i parashofmi inshallah në ligjëratën e ardhshme. E deri te ligjërata e ardhshme, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.